ftohtë, është i paqëndrueshëm. Pjesa e parë e javës do të karakterizohet nga vranësira dhe reshje ku mos do jenë në shiu për shkak se temperaturat janë të larta, madje minimale 3-4 gradë shënojnë edhe në zonat malore dhe maksimale 15-16 gradë. Megjithatë, reshje dëbore do kenë vetëm majat e maleve dhe gjithë zona tjetër do kenë reshje shiu. Në pjesën e dytë të javës, duke filluar që nga pasditja e të enjtes dhe të premtes përfshirë dhe fundjavën, do të kemi depërtim të një mase tjetër më të ftohtë, e cila do futet nga poli veriut drejt rajonit të Ballkanit, duke na risjellë të enjte reshje të borës. Dita e premte do të jetë një ditë shumë e ftohtë, por pareshje, një ditë ku termometri do të zbresë sërish -6, -7 gradë. Parashikohet në fakt që të shtunën dhe të dielën të rikthehen reshjet e dëborës, por do të jenë në sasi të pakta. Më problematike paraqitet pjesa e parë e javës dhe do jetë zonat veriore dhe veriperëndimore, të cilat do të raportojnë për mbytje lokale në shumë zona, duke filluar që nga Shkodra, nga Puka, nga Dipra, rreth Matit, pjesërisht Peshkopi, Bulqiz. Pra kjo zona e veriut është ajo e cila do marrë reshje më të shumta, do të ketë rrebeshe të herpashershme edhe në jug, ku mund të raportohen probleme vetëm në qarkun e Durrësit dhe më i favorizuar do të jetë jugu, i cili do ketë më pak reshje përgjatë këtij episodi. Parashikohet që moti i paqëndrueshëm që qëndroi shumë gjatë,